Përshëndetje shenja peshqve, kjo është panorama javore. Për momentin, interpretimi do t'jetë pak më i reduktuar dhe në këtë formulë, shkak është një angazhim personal. Java për ju fillon me hënën. Hëna simbolizon ndjenjat, intuitën dhe reflektimin emocional. Në fillim të javës ju mund të ndjeni një lidhje të fortë me botën tuaj të brendshme dhe me emocionet që po përjetoni. Hëna shpesh sjell edhe një ndjeshmëri më të madhe ndaj atmosferës dhe njerëzve përreth. Pas kësaj shfaqet karta e burrit. Kjo kartë zakonisht përfaqëson një figurë mashkullore të rëndësishme në situatë. Ky mund të jetë një person konkret në jetën tuaj ose një figurë që luan një rol të rëndësishëm në atë që po ndodh gjatë kësaj jave. Për disa prej jush, kjo kartë mund t'ju përfaqësojë edhe ju vetë, nëse identifikoheni me këtë energji. Më pas, shfaqet kulla. Kulla simbolizon distancë, strukturë ose një nevojë për reflektim nga një perspektivë më e largët. Për mua personalisht, kulla përfaqëson të kaluarën ose dikën nga e kaluara. Gjithashtu, kjo kartë sugjeron se në një moment ju ose ky person mund të ndjeni nevojën për të marrë pak distancë për të kuptuar më mirë situatën. Pas kësaj shfaqet karta e kopshtit. Kopshti simbolizon mjedisin shoqëror, takime dhe ndërveprime me njerëz të tjerë. Kjo tregon se gjatë javës mund të ketë situata ku ju jeni në një ambient më të hapur, ndoshta përmes një takimi, një aktiviteti ose një ndërveprimi në grup. Më pas kemi pemën. Pema lidhet me rënjët, stabilitetin dhe zhvillimin gradual. Kjo sugjeron se një situatë që zhvillohet gjatë javës ka potencial për të marrë një formë më të qëndrueshme nëse i jepet kohë për t'u zhvilluar. Megjithatë, pas kësaj shfaqen rret. Rret simbolizojnë paqartësi dhe konfuzion. Në këtë pikë të javës mund të lindin disa dyshime ose ndjenja që e bëjnë situatën më të vështirë për t'u kuptuar plotësisht. Dhe në fund kemi unaza. Unaza simbolizon angazhim, marrëveshje ose një lidhje që krijon vazhdimsi. Kjo sugjeron se pavarësisht paqartësive që mund të shfaqen, java mund të përfundojë me një moment ku një situatë merr formë më të qartë në lidhje me një marrëveshje ose me një lidhje konkrete. Këtu lidhet edhe karta e Prism Oracle, Hunger. Uri ose dëshirë, që mund të jetë një dëshirë e fortë e cila sugjeron se gjatë kësaj jave mund të ketë një dëshirë të thellë për të arritur diçka ose për të përjetuar një lidhje më të fortë. Kjo kartë shpesh simbolizon një nevojë të brendshme për përmbushje emocionale ose për të ndjekur atë që ju e ndjeni si të rëndësishme. Pra, ju filloni javën duke reflektuar për ndjenjat tuaja dhe për një situatë që ka rëndësi emocionale për ju. Një figurë mashkullore mund të luajë rol në këtë histori ose mund të jetë pjesë e procesit që po zhvillohet. Ose mund të jeni vetë ju ky person, ky mashkull pra. Gjithashtu në një moment mund të lindë nevoja për distancë ose për reflektim për të kuptuar më mirë atë që po ndodh. Megjithatë, situata mund të zhvillohet në një ambient shoqëror ose përmes kontakteve me njerëz të tjerë. Ndërsa java përparon, ju mund të ndjeni se një situatë ka potencial për të marrë rënjë dhe për t'u bërë më e qëndrueshme. Megjithatë, disa paqartësi mund të lindin dhe të kërkojnë më shumë kohë për t'u kuptuar. Në fund të javës, pavarësisht këtyre paqartësive, situata mund të çojë drejt një forme angazhimi ose marrëveshjeje që sjell më shumë vazhdimsi. Paçim.